Pas 4 vajzave, familja Brushtulli u gëzua marrëdhjen në jetë të 2 binjakëve, një vajzë dhe një djalë, por sfida më e madhe për ta filloi marrëdhjen në jetë të djalit, i cili vuan nga sëmundja me sindromen Down. Samueli sot është 9 vjeç, ai nuk ecën, nuk flet dhe nuk ushqehet dot vetë. Kjo familje po përballet çdo ditë me sfida të mëdha dhe ka nevojë për mbështetje për t'i siguruar kujdesin e duhur djalit 9 vjeçar. Në bardhaj mes mungesës së kushteve dhe sfidave të mëdha, familja Brushtulli përballet çdo ditë me një realitet të vështirë. Pas lindjes së 4 vajzave, gëzimi i familjes u shtua marrëdhjen në jetë të binjakëve, një djali dhe një vajze. Megjithatë, bashkë me gëzimin erdhen edhe sfidat, pasi djali Samueli lindi me sindromen Down. Sot ai është 9 vjeç, por nuk ecën, nuk flet dhe ka nevojë për kujdes të vazhdueshëm. Familja mbjeton me vetëm 200.000 lekë në muaj, një shumë e pamjaftueshme për të përballuar jetesën e tyre. Mas 4 vajzash kam vajzën edhe djalin binjak. Vajza është në shkollë në klasë 3 tashimit. Po janë shumë e shkollët. Me i për një t'i fabitësh. 9 vjeç ka ba, me sindrom. Për me foli, për me njështë zhagec për tove, se s'munet me s'ka forcë për në kam. Jo, më dhëtë me lanë vetë, me hangër me të tëna. Ja, kështu, shajat e jep, po me folë s'munet. 7 vetje, na, vetëm me krah punët, edhe ma shumë pa punë. Edhe me dash në shku, s'kam kuj me lanë, se vjera është e lollën. Po, vetëm asistencën edhe kampin e ti, 100.000 lekë. Ëma tregon se për shkak të mundësive të pakta ekonomike, nuk kanë mundësi të dërgojnë djalin në terapi, që të ndjek trajtime për të ecur apo folur, të vetë mendim aktualisht e marrin nga kisha. Vetëm se kanë thënë me çu në terapi, ky don paktën edhe për trunë. Ne çu vetëm herë pat me hallsa me ba me ecë si herë. Po ka punë për më ashtu se vetëm një sahat i ban terapia atje. Një pëse në s'kena vetëm se në ka një muki fratin bardha i to, për me su 3 herë njëllët. Se thanshim pëse si qanje, pëse se banje, pëse si bini mrapën. Sa ta se din se ku këna shpinë. Po, vetëm si mjetë. Po, se ka pas më shku ma për parën, po, si mundësit. Ndërkohë Samueli nuk shkon dot as në shkollë, pasi familja nuk mundet të përballojë shpenzimet e transportit. Po, transportin e kena shumë keq. Se 20.000 lekë na marrë makina më ardhë. Deri to, prej atje. Po s'muna veç me kënë tash në i ditë e mirë. I ka i mator burri, po ai dhe të shkojnë edhe në punë, edhe me kënë dhe të shkojnë punë. Për më tepër borxhet të mëdha dhe pagesa e kredive e shtojnë më shumë ngarkesën e tyre ekonomike në jetën e përditshme. 5 milion ka pa vetëm apërimi për në Kardhokull për hekur ma në ka pa 5 milion në Tiranë. Malet për që ka marrë në bankë për apërim, ma për si jam ba apërim. Kredija ma në 300.000 lekë këna veç me i pagu. Po, se këna pasë ma për parën, se ishte kë i smurë. Dhe si ka ba 2 vjeç, ka kënë shumë i smurë. 4 milion këna marrë mas parit. Për mu, atër prap këna pasë në banka një ashtë, ka pak. 10 milion më në t'janë. Po du të me i pagu, se s'ke që me pa, se t'vinë të dera i ta. Du të me i pagu në kjo shpa hangër. Në këto kushte, familja Brushtulli bën apel për ndihmë nga çdo individ, organizat apo institucion që mund të ofrojë mbështetje për kujdes më të specializuar që kërkon Samueli.